Menaxhimi I sezonit turistik, ecuria, problematikat dhe masat për sezonin turistik 2026 ishte në fokus të takimit të Task Force-së së turizmit, zhvilluar këtë të hënë në institucionin e prefektit Qarku të Vlorës. Sipas prefektes së Qarku të Vlorës Evi Sallushi, mungon një analizë plot mbi atë çfarë është realizuar dhe çfarë ka dështuar gjatë sezonit turistik, ndërsa kërkesat e ngritura më herët nga Task Force kanë mbetur kryesisht vetëm në letër. Ditët e fundit të muajit dhjetor dhe nuk është kryer asnjë analizë ndërinstitucionale për sezonin turistik 2025. Një analizë për të evidentuar se çfarë shkoi mirë dhe çfarë shkoi keq në sezonin e këtij viti. Dhe kjo nuk është normale për një qytet si Vlora apo gjithë qarku I Vlorës që pretendon të jetë në elitën e turizmit shqiptar. Të gjithë ne duhet jemi të ndërgjegjshëm që situata në terren gjatë muajve të sezonit turistik ka pasur mjaft problematika. Problematika që ne duhet t'i përjetojmë dy fish, si qytetar që jetojmë këtu dhe si drejtues institucionesh, të cilët kanë për detyrë zgjidhjen e tyre. Sepse në fakt, përveç natyrës së bukur që na I ka falur Zoti, ne institucionet qendrore në nivel lokal dhe ato të qeverisjes vendore duhet I ofrojmë Vlorës edhe maksimumin e punës tonë. Ajo që kanë konstatuar nga raportimet e ardhura nga institucionet tuaja, të cilat monitorojnë një sezon gjithë sezonin turistik, është se pas përfundimit të sezonit turistik 2025, problematikat janë po ato që ishin evidentuar përpara fillimit të sezonit dhe ishin lënë për detyrë për t'u zgjidhur nga prefekti paraardhës. Kjo nuk ka ndodhur. Kërkesat për zgjidhjen e tyre në mbledhjet e muajit maj dhe korrik të Task Force-së së turizmit në një pjesë të madhe kanë mbetur në letër dhe kjo nuk është normale kur mendon dhe kujton kaosin që krijohet në qytetin e Vlorës, por edhe në zona të tjera në periudhën turistike. Po ju lexoj disa nga problematikat që janë evidentuar në terren, probleme të cilat ju na I keni përcjell tek sektori I monitorimit dhe janë lënë si detyrë të zgjidheshin para fillimit të sezonit, duke I ballafaquar me problematikat që kanë raportuar institucionet pas përfundimit të sezonit turistik. Mungesa e sinjalistikës në stacionet e plazhit ishte problematik përpara sezonit dhe të njëjtin problematik e raporton Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Vlorë edhe pasi ka përfunduar sezoni turistik. Kaosi në organizimin e vend parkimeve dhe trafikut. Problem përpara sezonit, por problematik edhe pasi ka përfunduar sezoni turistik. Vendosja e një orari të caktuar të lëvizjes së mjeteve për qëllim ndërtimi ishte problematik përpara sezonit, ndërkohë që ka vazhduar të jetë problem edhe pas përfundimit të tij. Sensibilizimi I operatorëve të anijeve turistike për rritjen e kujdesit gjatë lëvizjes me mjetet e tyre në shpellën e Haxhi Aliut ka qenë problem para sezonit, ndërkohë që raportohet se gjatë sezonit ka vazhduar pa ndërprerje lëvizja e mjeteve brenda shpellës. Kapitaneria e Portit Vlorë raporton se mosmiratimi I 12 korridoreve ujore dhe sinjalistika për mjetet lundruese nga institucionet përkatëse është një tjetër problematik për të cilat do të kërkohet njëkohësisht edhe të gjendet zgjidhja për to. Kjo ka qenë në fakt problem edhe para sezonit turistik. Në mangësitë që raportohen nga Drejtoria Vendore për Kufirin dhe Migracionin Vlorë, konstatohet se mungojnë pajisjet në kullat e vrojtimit. Mungojnë kufizimet në zonat e notimit para stacioneve të plazhit dhe bovat sinjalizuese. Mungojnë vrojtuesit e plazhit. Plazhet publike janë pas sinjalizim, kufizim bova në det, si dhe nuk kanë vrojtues plazhi. Mungon koordinimi në nivel ekspertësh për shkëmbimin e shpejt të informacionit nëpërmjet institucioneve të përfshira në Task Force-ën e turizmit, me qëllim mbarvajtjen dhe menaxhimin e sezonit turistik. Nuk ka qenë pastërtia që kërkohet dhe pretendohet për një qytet turistik elitar. Informaliteti ka vazhduar, kryesisht në zonat larg qendrave dhe institucioneve përgjegjëse që kanë për detyrë kontrollin e tyre. Kreu I operatorëve turistik të jugut të Shqipërisë Vasil Bedinaj theksoi se ende qytetarët, bizneset dhe institucionet nuk e kanë kuptuar plotësisht se Vlora është një qytet I investuar nga qeveria dhe kërkon menaxhim dhe përgjegjësi në përputhje me këtë status. Kemi qenë si operator turistik në takime të tilla, po është ajo që thatë edhe ju pak më parë që diskutojmë të njëjtat gjëra. Ta filloj nga fundi, që thatë shumë mirë që qeveria shqiptare për sa I përket investimeve në Vlorë nuk ka çat na jep më. Na I ka dhënë të gjitha, por po shoh që ne akoma si qytetar, si biznes, si institucione, nuk e kemi kuptuar apo nuk duam ta kuptojmë që ku kemi arritur si qytet. Në momentin që ne
e kuptojmë të gjithë këtu në këtë sallë që jemi një qytet turistik, duam apo s'duam, ne kemi bërë disa punë që jemi të tillë, me investime nga të gjitha anët, qoftë nga qeveria shqiptare me shumë projekte që në takime që kemi pasur edhe me kryeministrin, kemi qenë qarku që s'kemi pas asgjë për thënë, ne kemi pasur gojën të mbyllur. Pse? Sepse në momentin ngrihet një shqetësim e thotë çfarë do të bëj unë tyja, apo juve, të vi unë të koordinoj çdo ditë në mëngjes, të them çoni ngriuni në punë, dhe realisht kjo është e vërteta. Nuk kemi pasur asnjë ankesë për sa i përket investimeve nga ana e qeverisë. Ne kemi ceduar gjithmonë në bashkërendimin e punëve tona këtu në këtë qytet. Është vit për vit me radhë që nga i nderuari Mamo që ndenjë për shumë vite, vazhdojmë dhe diskutojmë të njëjtat gjë për mendimin tim si përfaqësues i operatorëve turistik, por edhe si operator turistik, shoh që pas vitit të përveç neglizhencës. Nuk mund ta quash ndryshe apo nuk mund të mendosh ndryshe në moment që ne diskutojmë akoma për mbeturina. Nuk mund ta mendosh ndryshe kur themi akoma ujësjellësi na është bërë gangren. Mo nuk ka një ditë që të ngrihesh në mëngjes e mos të hapësh te grupi përbashkët që ka biznes institucione, mos thotë ai kanë ndërprerje ujë, kanë ndërprerje energjie, kanë mbeturina. Domethënë një çështje që nuk guxojmë të hapim telefonin në mëngjes, e nuk shohim dhe ditën e javës, edhe ditën e javës nuk e shohim që ai që është në këtë biznes, që thash pak më parë që në një qytet turistik e dim që e premti ashtu në diela në sezon të ulët, duhet jemi në gatishmëri dhe mos të bëjmë stakime në ndërprerje. Po t'i bëjmë në ditët që janë më me pak fluks. Pra, ajo që thatë ju pak më parë është shumë e saktë, janë të njëjtat punë, edhe mund të shtoj disa tjera, duke parë dhe review të turistëve të huaj që për vitin 2026 ne pothuajse kemi përfunduar marrëveshjet kryesore për vitin e ardhshëm. Dhe ju siguroj dhe mund të jetë viti i 6 apo i 7 që kur vinë në këtë tavolinë në fund të sezonit, domethënë fund të vitit, e them fiks se sa është rritja reale që do ketë turizmi i Vlorës. Për vitin dhe kanë dalë fiks në kohë. Dhe po ju them që jemi përsëri për vitin e ardhshëm me një rritje 15 deri në 20%. Dhe mund të jetë shumë më lart në rast se aeroporti do të fillojë punë në momentin apo sipas planit programit që është në fund të majit, më thënë 28 maj do të jetë funksional. Pra, pa aeroportin jemi 15 deri në 20% më lart. A duhet të ndihemi ne mirë për këtë gjë? Patjetër që po. A duhet të mbarojmë disa punë që nuk na kushtojnë asnjë gjë, po thjesht vëmendje. Domethënë, po investojnë me miliona euro, miliarda lek në rrugë, kanalizime, ujësjellsa dhe lind pyetja, po kjo rruga nga qendra e Vlorës, nga Skela, po themi apo që nga për të vajtur në Zvërnec. Është shumë e turpshme që kalon një autobus 2 kaç panoramik që mund vi nga gjitha vendet e Evropës dhe nuk kalon dot se ne nuk presim dot ato degët apo ta shtrojmë atë pak rrugë që është. Dhe ti kthehem gjithë më kryesore te biznesi nuk ju ka asnjë borxh. Jemi në nivelet më të larta si qark që paguajmë detyrimet qoftë në pushtet lokal, qoftë në pushtet qendror. Në tatimet lokale dhe tatimet qendrore. Çfarë marrim si mbrapa? Se duhet marrim diçka. Diskutojmë tani që rruga për të vajtur në Zvërnes, që të gjithë e bëjmë atë rrugë me makinat tona, nda hap njëri krahun të kalojmë makina tjetër. Po një autobus turistik. Si do t'ja bëjmë? Thot shoferi huaj që unë futem në atë rrugë se s'kam siguracion për pemë, kam siguracion në përplasje, jo për pemë, se gërvishet nga lart. E dyta, nuk e kanë kuptuar dhe vazhdoj të mos ta kuptoj me ujësjellësin e Vlorës. E nderuar, unë shpresoj dhe pres që ju të jeni në nivelin ashtu siç ju njohim dhe të jurish në kokë sepse kompetencat i keni. I keni në maksimum. Nuk mundet ujësjellësi të hap një rrugë të qytetarëve apo të biznesit dhe ta lëri për muaj me radha shu grop. Kur çdo kontratë që lidh Bashkia Vlorë apo institucioni i ujësjellës kanalizimeve, si është ndar tash Jakub, si i thon, rruga duhet të kthehet në gjendjen fillestare. A kemi ndonjë nga këta institucione këtu që vetëm pasi ka mbaruar investimi, a e ka kthyer apo jo në gjendje fillestare ai, apo thjesht ai pim një kafe te cepi i rrugës edhe është në rregull. Pra janë disa punë që nuk kërkojnë kush e di se çfarë. Dhe në takimet që kemi pasur me ministrit për kasë thonë, për na silli projekt, çfarë ju duhet që ta bëjmë. Ne nuk ndihemi se në moment që vjen projekti, siç e sollën të ujësjellësit, që të gjithë jemi dëshmitar që sezoni që lan mbas ka qenë të merr. Me ditë të tëra pa ujë. Kaq grope madhe pas ka qenë ai sektor.
kaq të paaft jemi ne, qoftë si qytetar, qoftë si biznis, qoftë si drejtues, që ta ngrëm zërin them po prit më se ne jetojmë këtu. Kalamajt tanë do jetojnë këtu. Se një drejtues e një institucioni vinë, emërohet për 6 muaj, për një vit ikin dhe pasojat janë tonat. Drejtuesit e institucioneve në Vlorë, pjesë e Task Force-s, në fjalën e tyre ngritën problematikat dhe nevojën për bashkëpunim të ngushtë ndërinstitucional. Gjatë gjithë periudhës sezonit turistik kemi patur problematikën e parë të autoambulancave, ku në bashkëpunim me prefektin e qarkut të Vlorës i kemi rezauruar. Të gjitha qendrat verore kanë patur autoambulancat në dispozicion dhe pjesa tjetër e gjithë infrastrukturës, qoftë njerëzore, qoftë pjesa e godinave dhe pjesa e mjekimeve, medikamenteve, kanë qenë në kohën e duhur dhe nuk ka patur mungesa të përcaktuara, madje mund të them që ka patur rritje të shtimit të individëve, turistëve, shqiptarëve të huaj, të cilët kanë marrë këto lloj shërbimesh në qendrat tona shëndetësore. Problematikë vetëm mund të na lindi për vitin 2026 për qendrën shëndetësore të Drimathesit, pasi na duhet të gjejmë një ambient të ri. Problematika që janë konstatuar gjatë këtij sezoni, shqetësim ngelet për pjesën tonë, akomodimi me fjeti dhe ushqimi punonjësve të cilët vinë nga rrethet tjera që planifikohen me shërbim në qarkun e Vlorë, pasi dihet që në atë pikun e sezonit çmimet dhe hotelerit janë të shtrenjta dhe nuk përballohen nga punonjësit e policisë. Probleme evidentohet mosvendosja nga njësitë vendore e tabelave informuese në rrugët kryesore hyrëse dalëse në qytet, të numrave të telefonit për sa i përket policisë, ambulancës, spitalit e të tjera me radhë. Ndërkohë ky është takimi i parë i analizës së Task Force-s për mbarvajtjen e sezonit turistik 2025 dhe masat që pritet të merren për organizimin dhe menaxhimin e sezonit turistik 2026 në institucionin e prefektit të Qarkut të Vlorës.